Mirëmëngjes, sy më sy, PS-ja flet 47 muaj dhe rri një muaj e zgjuar, thot Afili, si duket e ka reagim ndaj vizitave të mia të natës në për shtabet tona elektorale në njësitë e Tiranës. Afil me siguri e ngatron me Euroatlantikët. PS-ja është vetëm zgjuar, që ta dish ti. Edhe jam unë dëshmitar që zgjohem përpara teje dhe flem mbas teje, se këtë detyrë kam, që të zgjohem para të gjithëve dhe të fle mbas të gjithëve. Momentin që nuk do bëj këtë, do duhet që t'ja liroj vendin dikujt tjetër. Kuptove? Kështu që vetëm për PS-n, për të zgjuar edhe për të punuar dhe shikoj si janë shtabet elektorale. Se kështu kur i shikon gjërat nga larg ose kur i shikon përmes tejqyrave të atyre përfaqësuesve të kënetave politike, mediatike në për ato sallonet e mbrëmjes, duket si mister, po s'ka asnjë mister. Janë gra, burra, vajza, djem të gjitha moshave që janë në punë për Partinë Socialiste. Janë në punë vullnetar për Partinë Socialiste, se askush nuk i detyron që të rrinë dhe ta gëdhinë në për shtabet elektorale. Kuptove? A mendon se fitoria do duhet për vete apo duhet për Shqipërinë në 11 maj? Nuk e kuptoj çdo më thënë fitoria do duhet për vete. Natyrisht që kur dikush është në një ndeshje, në një garë, në një betejë, fitoria është edhe për vete, sepse e gjithë vetja është aty për fitoren. Por fitoria i duhet Shqipërisë në 11 maj. I duhet Shqipërisë më shumë se të gjitha partive. I duhet Shqipërisë më shumë se çdo individi, sepse në 11 maj është një votë gjeopolitike. Besoj që shikoni se në çfarë situate komplekse është Europa dhe në çfarë situate është bota, dhe futja jonë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe, është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Duhet futemi aty. Aty e kemi vendin, aty kanë dashur ta shohin Shqipërinë të parët tanë. Në kohën e Skënderbeut nuk kishte Bashkim Evropian, po Europë kishte. Dhe Skënderbeu i vuri gjoksin dhe mbrojti Europën. Në kohën e rilindasve nuk kishte Bashkim Evropian, po Europë kishte ama. Dhe na infrashri tha, djeli ynë linda ndej nga Perëndon. Në kohën e luftës nacional shlirimtare nuk kishte Bashkim Evropian, por Europë kishte. Dhe ata që ishin idealist, qofshin majtas dhe qofshin djathtas, donin një vend që t'ishte bashkë me popull të tjerë i lirë, dhe po kështu edhe me shëmbjen e regjimit komunist, prapë Europa ishte në majt gjuhës të gjithëve, doli nga gjoksi, doli nga krahërori, doli nga zemra, fjala Europë. Por sot, kjo është ekzistenciale. Prandaj, kush ka të drejtën të votojë në 11 maj, duhet votojë për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Një orë më parë. Ka shumë arsye për ta bërë këtë, dhe ka arsye patriotike, ka dhe arsye personale. Ja dhe gony.
GONNY, goni do me thënë. Çfarë na duhet pasaporta europiane, bëj Shqipërinë si Europa, dhe Evropa të kërkon vetë. Ti s'ke ujë akoma, ti s'ke drita, ti s'ke rrugë, ti s'ke ilaçe, ti s'ke zjarr fikse, disa shumë gjëra s'ke ti. Jemi populli më servil dhe më frikacak që ka njohur njerëzimin, mjafton të shohësh komente dhe kupton gjithçka. Jepi drejtim, se ne brorasim do zgjidhim njëri tjetrin dhe që t'jeni mirë. Nuk ke kuptuar asgjë, goni më vjen shumë keq për ty. Ky popull nuk gabon. Dhe ky popull t'i jep ujë në bisht lugës. Dhe këtij populli i merr të keqen çdo individ që e përflet, apo që flet në emër të tij pa pas asnjë mandat prej tij. Tani s'kemi ujë, thua ti. A thua vallë? E vërtet është, s'kemi pasur. Kemi pasur vetëm 4 zona urbane me ujë 24 orë kur ne morëm detyrën. Dhe nuk ka pasur ujë 24 orë Shqipëria kur asnjëherë. Sot janë 43 zona urbane me ujë 24 orë dhe 98 rurale. Dhe janë 11 kantiere në punë për të shtuar edhe 11 zona tjera, pra për të bërë faktikisht 54 zona urbane. Dhe mungojnë pastaj shumë pak, ndërkohë që gjithë pjesa e banuar dhe e populluar e Shqipërisë do të ketë 24 orë ujë totalisht, siç ka sot pjesa më e madhe. Kuptove? Nuk kemi drita ne, a thu, unë them që je gabim shumë, po je gabim fare. Mbase ke hik në kohën kur ishte me gjenerator Shqipëria, kur ne morëm detyrën që ishin gjeneratorët në çdo hap, kur dilje në Tiranë, e lëre më në qytete, ku humbje në ndonjë grop rrugës, po të ktheheshe natën në shtëpi. Po sot është ndryshe, më vjen keq. Qa nuk kemi tjetër sipas teje? Nuk kemi ilaçe. Si s'kemi ilaçe? Po shikoja shifrat e 2024-s, 210.000 pensionistë janë rimbursuar 100% për ilaçet. Dhe jo vetëm kemi ilaçe, po i kemi mesatarisht 30% më të lira se sa kur ne morëm detyrën, që ta dish ti. Megjithëse shumë gjëra janë shtrenjtuar, mesatarisht i kemi 30% më të lira ilaçet. Kuptove, goni? Ndërsa përsa i përket bukës, pastaj aty ndahemi fare bashkë dhe nuk kemi që flasim më. Boj shkollë europiane në vendit tënd, thot Arlindi, s'ka pse largohet nga trulli dhe gjua mëm. Arlind, jetojmë në një botë të re, Arlind, nuk jemi në bunkerin e Verogjës. Jetojmë në një botë të re, jetojmë në Europë. Dhe duhet jemi dhe do t'jemi pjesë e Europës. Me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne bëhemi qytetar të një Shqipërie që është e madhe sa Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria, në kuptimin që ne jo vetëm lëvizim lirisht, po dhe ndalojmë ku duam, sepse sot për sot lëvizim pa viza, po ama nuk ndalojmë dot ku duam. Sot për sot lëvizim pa viza, po kur zbresim në një aeroport të Bashkimit Evropian, apo u shkojmë në një pikë doganore në port, ose toksore, na thonë dini qik, hape pa kraun, futën qik ka i koridori tjetër aty, edhe dela i polici që të qërë pashaportin kështu, e vë nga drita, se mos është falso, edhe fillon pyetjet, ku po shkon, kush të ka ftuar, ke rezervim për hotel, sa lek ke me vete, po sa do rish, po kur do ikësh, do me thënë ti s'ke hy akoma, a i thot, po kur do ikësh, dhe kush do të ri, kërkon azil, ose rri si ilegal, në pritje që të marrë letrat, edhe punon në të zezë. Ndërsa, kur prindit duan të çojnë fëmijët e tyre student, ata
janë studentë huaj, me kuota të veçanta, që duhet futen aty brenda kuotave, dhe me tarifa të tjera, më të shtrenjta. Me pasaportën europiane, fëmijët shkojnë, studiojnë si student europian, njësoj. Ti shkon atje dhe je qytetar europian. Emigrantët që janë në Greqi, që s'kanë marrë akoma letrat për arsyet që i dim, me pasaportën europiane bëhen njësoj, fiks, pas një dallim si grekët atje, dhe nuk i duhet fare pasaporta greke. Ju mjafton pasaporta europiane e Shqipërisë, se është njësoj, ka të njëjtën vlerë në të gjitha aspektet. Ka të njëjtën vlerë përpara ligjit, ka të njëjtën vlerë përpara shërbimeve, ka të njëjtën vlerë përpara sigurimeve, ka të njëjtën vlerë ku shkon për të marrë një këshill të mjeku apo për të kuruar në spital, të njëjtën vlerë. Të duhet apo s'të duhet, si thua, na duhet apo s'na duhet pasaporta europiane. Dhe përtej kësaj i duhet Shqipërisë pasaporta europiane. I duhet Shqipërisë pasaporta europiane, se në momentin që futen në Bashkimin Evropian, kemi dhe një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian. Në gjithë këto vite, në total, kemi marrë nga Bashkimi Evropian një mbështetje 1 miliard, diçka më shumë se 1 miliard. Me futjen në Bashkimin Evropian është viti më shumë se 1 miliard, çdo vit. Kemi marrë më pak se 200 milionë euro mbështetje për bujqësinë në Bashkimin Evropian gjithë këto vite. 300 milionë euro në vit merr kur futesh në Bashkimin Evropian. Dhe kështu me radhë, dhe kështu me radhë, dhe kështu me radhë. Prandaj mos diskutojmë gjëra që nuk kanë nevojë fare për diskutim. Duhet hymë në Bashkimin Evropian dhe duhet hymë tani që është krijuar kjo mundësi. Është një mundësi që nuk e kemi pasur asnjëherë kaq reale, konkrete, aktuale. Dhe për sa i përket vonesës, se flitet shumë vonesa. Vazhdo ja urdhë, adhurim Ferrari, patjetër. Mirë që se ka vënë adhurim Lamborghini. Vazhdo gënje popullin në programet e tua neokomuniste. As nuk e di fare adhurimi se çfarë është neokomunizmi, po thotë ky është kryetari i Partisë Socialiste, Partia Socialiste është Partia Komuniste dhe ky është neokomunist. E marrë adhurim. Se për 4 ose 5 vjet Shqipëria e famshme. Shqipërisë i merr të keqen adhurim. Dakor, se je shqiptar. Shqipërinë paktën lëre më njanë. Shqipërinë laj gojen kur ta përmendësh. Dakor adhurim? Pastaj për mua thuaj çfarë duash, s'ka problem. Mund të hyj në EU, po ti kot gënjen njerëz të thjeshtë, se dim që kjo s'do ndodh as për 20 vite. Se lëre mos të flas për këta servilat që i kene për komente, që as vetë kush të besojnë për shpirti i patronazhit nuk i lë të qetë. Patronazhit janë shumë të qetë, patronazhitët punojnë dhe shikoj si punojnë, deri pas pesnate. E din shumë mirë se për çfarë punojnë, edhe në 11 maj do ta tregojnë edhe ty se për çfarë punojnë. Por me që ishim tek vonesa, ja, je shkëputur nga realiteti, zoti kryeminist. Njerëzit kanë ende nevojë për ujë dhe për bukë. Festimi. Edhe një herë. E dini ju kur i ka filluar negociatat për të antarësuar në Bashkimin Evropian Serbia në 2014. Sot është mbrapa nesh. Ne ishim atëherë vrima e fundit e kavallit. As nuk na llogariste njëri fare. Hiç. Na shifnin edhe thoshin flasim. Në 2014. Sot është mbrapa nesh. Mali i zi, me cilin sot jemi krah për krah dhe jemi 2 kandidatët frontrunner që i quhen Bashkimin Evropian, do me thënë pararoj, dhe që duan patjetër të na fusin në Bashkimin Evropian tani. Pra duan të bëjnë negociatat në 2027. E dini kur i ka filluar negociatat Mali i Zi? Në 2012. Po Maqedonia e Veriut, e dini kur është bërë kandidate për Bashkimin Evropian? 10 vjet përpara nesh, në 2005. Akoma sot
nuk ka filluar negociatat. Ka ndruar dhe emrin dhe prapë se ka filluar. Ne, kur i kemi filluar negociatat? Zyrtarisht, kur jemi ullur ne në tryezën e Bashkimit vjet. Pse? Sepse na penguan 3 vjet me radhë. 3 vjet me radhë na pengoi jo një vend tjetër që mos bëjmë emra, dhe u ulëm në tryezë. Vjet. Pra Malizin 2012 në vjet. Dhe na është dhënë drita e shile për t'i mbyllur negociatat brenda 2027. Do të jetë rekordi i rekordeve. Jo thjesht sepse ne kemi bërë punën tonë, detyrën tonë, se nuk të vlerëson kot Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian politikisht nuk bën asnjë nder. Mund të bëjë që der. Ti mund të jesh në rregull me detyrat që të ka thënë komisioni. Komisioni thotë këta janë në rregull, del njëri thotë jo, se shiko se kemi një hall. E pat, edhe vjet halli që kishin me fqijet, janë antarë Bashkimit Evropian. Por ama që të thotë lëre mbylli sytë se hajde se kanë bërë mirë të gjë, po ti ndihmojmë të ecim përpara se bën kurrë. Sepse të futet në Bashkimin Evropian do të thotë të kesh bërë një shtet me institucione që funksionojnë. Dhe këtë nuk mund ta diskutojmë ne këtu, kur Bashkimi Evropian thotë po e ke bërë. Kështu që në atë rrugë jemi, atë po bëjmë. Prandaj nuk bëj fjalë fare 0,000 deri 10 vjet përpara, se ne s'kishim shtet. Ne kishim një rrumpall. Dakord? Edhe këta që thonë ujë dritat, me siguri u kanë ngelur ora atje, ose pastaj janë nën efektin e zhurmës dhe të ujit të Knedës, pin ujë Knede. Ose pinë ujë Knede, s'kemi çaj bëjmë. Mozaiku është gjë e fundit që çon njeriu në mendje në këto ditë të vështira. Ka fjalën për mozaikun e Tiranës, po mos e çotin në mendje s'ka problem, po Tirana mos harro që është destinacion turistik. Dhe njerëzit që vinë janë miliona. Dhe me qëra fjala, vitin e kaluar patëm 12 milion turistë në Shqipëri, dhe në janar shkurt këtij viti kemi 20% më shumë se janar shkurt vitit kaluar. Kështu që ata e duan edhe kulturën shqiptare, ata i duan edhe muzet. 10 muze kemi bërë në këto vite, 10. Dakord? Edhe 10 teatro kemi rindërtuar apo bërë komplet nga e para, siç është Art Turbina në Tiranë, ndërkohë po ndërtojmë dhe teatrin e madh kombëtar. Tani i duan fëmijët, i duan të rinjt, i duan ardashtit, nuk i do ti, dakord, si e fare i detyruar që ti duash. Në 2030 do hyjmë në Europë, thotë Mondi, po ty të mbaron mandatin në 2029, por nuk ka rëndësi se kur mbaron mandati mua, rëndësi ka të mbyllim negociatat në 2027. Ky është qëllimi. Në 2027 do të mbyllim negociatat. Dhe në 11 maj të gjithë do të fokusohen tek negociatat, jo tek partitë. Në 11 maj vota është për të mos pasur asnjë ditë të humbur me negociatat. Që do thotë 1000 vetë që janë sot, tani që flasim, unë flas me ju këtu sy më sy, se unë kam detyrën të komunikoj me ju, t'ju shpjegoj, t'ju jap llogari, të shkëmbej opinione, të debatoj me ju, ndërkohë që 1000 vetë në zyrat e shtetit shqiptar punojnë për negociatat. Janë 40 skuadra që punojnë për negociatat. Në të gjithë rrafshin e punëve të shtetit, në të gjithë sektorët. Dhe ata duhet të garantojnë që negociatat mbyllen 2027 dhe ne do të bëjmë të gjitha detyrat e shtëpisë, si qeveri, si parlament, si institucionet pavarura, si pushtet gjyqësor, që ne të mbyllim negociatat në 2027. Momentin kur mbyllen negociatat në 2027, pastaj komisioni i dorëzon 27 vendet anëtare raportin që Shqipëria i mbylli negociatat, për ne është një shtet i ri bëhes. Dhe kjo shkon në 27 parlamente që do ngrenë dorën dhe thonë pranojmë Shqipërinë. Një emocion i jashtëzakonshëm,
sepse do t'ju hym shtëpi më shtëpi dhe do na ngrihen në këmbë me duart rokitje, do na mirëpresin të hym brenda në atë familje. A e kupton ti se për çfarë flasim? Flasim për historinë këtu sot. Nuk flasim sot për e lagu, nuk e lagu, apo sa bëjnë 77. Këtu flasim për historinë. Dhe historinë sot, në 11 maj, çdo shqiptar mund të jap një dorë që ta shkruajmë së bashku, duke thënë vazhdon puna. Partia Socialiste është thjesht forca e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur. Siç ishte Partia Demokratike në 91-92, unë s'e kam votuar, por ama ishte forca e duhur në vendin në kohën e duhur. Kështu që për të mbyllur historinë e një sistemi dhe për të hapur historinë e re të Shqipërisë me votën e shqiptarëve. Pastaj si e katandisi ashtu siç e kisha parashikuar unë, që kur hyra dhe ndonjëa 40 minuta jetë kam unë Partinë Demokratike, të sapo formuar, ku drejton në mbledhjen e ndjerë nga Karmos Pashko dhe ju dhash lëm të mirën atyre dhe është një farë Aleksandër Meksi që e përshëndes, kam respekt për të, që e di mirë historinë. Se ka qenë aty, mburi dhe këmbën dhe dera, mos dil sa. Mos dal. Rije aty. Kështu që siç u bë me TikTok. Çfarë ndodhi me TikTok? Kur ne bëm këshillimin e gjerë me 65.000 prindër dhe mësues, 95% e tyre thanë të mbyllet. Tani, patjetër që 95% e prindër mësuese nuk janë socialistë, ndarë qoftë. Janë shumë më pak. Dhe një pjesë e mirë e tyre nuk votojnë për ne. Një pjesë e tyre janë akoma në efektin e knetës, por ama kur erdhi puna te fëmijët, as nuk pyetën fare që Edi Rama po thotë të mbyllim TikTokun. Jo, s'kemi për ta mbyllur TikTokun, me që e thotë Edi Rama. Po thanë të mbyllet. Sepse fëmijët i vunë përpara politikës, interesin e fëmijëve e vunë përpara tifozllokut partijak. Ky është 11 maj. Fiks, ky është 11 maj. Interesi i Shqipërisë është përpara tifozllokut partijak. Nuk ka pikë rëndësie e do se do Edi Ramën, pëlqen Edi Rama. Edi Rama është ashtu në këtë moment këtu dhe unë dhe Partia Socialiste ta garantojmë që mbyllim negociatat dhe hyjmë në Bashkimin Evropian për të gjitha llojet e niveleve që kemi arritur të kemi në raportin me Europën. Që nga nivelet shtetërore, tek nivelet qeveritare, tek nivelet institucionale, tek nivelet personale. Nuk ka pasur asnjë udhëheqës Shqipëria që udhëheqësit e tjerë të Europës t'i ketë në celularin e vet. Nuk ka pasur. Po kjo është një histori për libra, nuk është një histori për t'u treguar për sa kohë unë jam në detyrë, dhe nëse ndonjëherë do ta tregoj, atëherë do ta tregoj. Por nuk ka rëndësi. Pra, pse e them këtë? Sepse nuk duhet kemi asnjë luhatje tani. Dhe këtu nuk është çështja që ja do fitoj Partia Socialiste aritmetikisht. Pra, do marrë Partia Socialiste 71 deputet. Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dali njeri përpara negociatave, mos i dali njeri përpara bashkimit me Europën. Pastaj, si jam unë në 2029, do mbaron mandatim 2029, kemi kry punë. Paka shumë ratifikimi merr një 2 vjeçar, unë besoj që do bëhet dhe më shpejt këtë herë për shkaqet që dihen, por kemi kry punë dhe a jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania, apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë atë Albanian atje. Do ta vë aty edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do që tjetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë të jetë socialiste. Por, marr për dorë, dhe them, ullu tani. Edhe vazhdoni ju gjenerata e
TikTok-u drejtoni Shqipërinë, se do ta kemi vënë TikTok-un në vijë, do ta vënë shumë më shpejt TikTok-un në vijë bashkë me kompaninë, se po punojmë me kompaninë. Lëre Lulin të flej gjumë. Po shi administratën Elbasan, si kanë kthyer zyrat në privat. Luli është zgjuar një, sa për dini. Nuk po fle, mos i bini qafë kot Lulit. Luli është zgjuar, është aktiv, bën xhiro me makinë, i kam thënë ndalo të marrësh një pasagjer, mos u rrotullo vetëm duke dëgjuar muzikë, më prezantoj dhe me Unik Katilin, sot besoj që do ta përshnes me Hysenin, kështu që jemi në rregull me Lulin, çfarë problemi keni ju me Lulin? Mos e fusni Lulin këtë mes tash. Lulin lëreni se nuk ka dhe faj. Nuk ka dhe faj, bufi po i ha demokratët rrugëve, Luli do me i bë Euro-Atlantik, e ka të vështirë, po lëreni, mos e ngacmoni tash. Edhe ti pasqyrove që si e njëri i mirë që na mbyllet TikTok-un kot së koti dhe të na lësh parë këtim. Stopoje të çmenduri pa kuptim se do ish në histori si kryeministri i censurës së rrjeteve sociale dhe Shqeraka na lëre ha të lutem dil nga jeta jonë. Dëgjoj Xhan, nuk e di tani çfarë je, se duket shumë nga emri, duket si fallce profili, por nuk ka rëndësi. Kjo nuk është censurë, kjo është mbrojtje. Dhe kjo nuk është çmenduri, por kjo është gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet. Dhe ajo që ne po bëjmë nuk është që e kemi mbyllur TikTok-un një herë mirë, por e kemi mbyllur, po e mbyllim tani domethënë ditë për ditë po ngushtohet, e ke parë që është vështirësuar derisa vërtet këtu. Po ndërkohë me kompaninë TikTok ne po punojmë dhe po presim që na bjerë një plan për filtrat që vendosi për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmat, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm ato programet e reja që ka për shkencën, matematikën etj, dhe natyrisht edhe për argëtimin. Kështu që lëre mos dëgjoj bufin do ish një histori kështu, do ish një histori ashtu, se bufi për vete e ka kryer me histori. Bufi le të rrotullohet nga doj në histori, e ka vendos veten në një pjedestal me kallama, buf kënete. Mos dëgjoj bufin, mos shko mbrapa bufit, se të ha. Këtë ditë them. Po kontribuo të thajmë kënetën. I ke parë ndonjëherë rrugët e fshatrave të qarkut që kërkon votën? Nuk e di për këtë qark e ke, po them që sa janë ndërtuar rrugë fshatrash në Shqipëri nga qeveria dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe nga Bashkitë Socialiste në këtë dekadë nuk janë ndërtuar në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku. Këtë e di dhe ta them me shumë siguri. Turp gjithë të rinj të merren me partinë janë të gjithë pa aftë se kanë prindër drejtora. Në fakt, ti Kristian është turp për ty që ju futesh dhe ju ofendon për një zgjedhje të lirë, në një vend të lirë, në jetën e tyre, njerëzve që kanë një mendim tjetër nga ty dhe që kanë dëshirë ta kalojnë kohën ndryshe nga ty. Ndryshe nga ty që rri këtu në Facebook shan dhe bën kështu emoji me vjellje, ata kanë shumë dëshirë që të kontribuojnë për këtë vend, duke u aktivizuar në një parti politike që është partia më e madhe e shqiptarëve. Dhe ty të duket se ata duhet të kenë turp se merren me partinë, ty të duket se politika është turp, po në fakt ti duhet dish që politika është krijuar eksaktësisht që njerëzit së bashku të bëjnë gjëra që të vetëm nuk i bëjnë dot. Dhe asgjë nuk bën dot ti vetëm miku im, sapo ngrihesh nga krevati dhe del nga shtëpia. Jashtë mureve të shtëpisë ti vetëm nuk ndryshon dot asgjë. Nëse rruga përpara shtëpisë tënde ka nevojë të riparohet, ti nuk e bën dot vetë. Ty të duhet ndihmë. Nëse ka nevojë për ndriçim natën, ti nuk e bën dot vetë. Ty të duhet ndihmë. Nëse
ka nevojë për kanalizim të ujit, të ujrave. Ti nuk e bën të vetëm, ty duhet ndihmë. Dhe shtu me radhë deri te gjërat e mëdha. Këto bëhen me politikën. Politika është hapësira ku njerëzit bëhen bashkë për t'i dhënë drejtim disa gjërave që vetëm s'japin dot. Po mos ishte politika aty kristian, nuk do kishte lindur Bashkimi Evropian. Nuk do kishin lindur Shtetet e Bashkuara. Nuk do kishte lirit e drejtat njerëzit. Nuk do kishin lindur të drejtat e grave, nuk do ishte folur një herë për barazinë gjinore, nuk do ishte krijuar shteti social, e të tjera, dhe këtë punë ti kristian sot ose më saktë në botën demokratike e bëjnë partitë politike. Kështu ata të rinj dhe të gjithë të rinj që merren politikë, pavarësisht se ku hynë dhe ku rreshtohen, janë të respektuar dhe duhet të jenë të respektuar sepse bëjnë diçka që ti nuk e bën. Janë më shumë se sa njerëz të mirë apo njerëz që shohin punën e tyre, po futen dhe në një mision qytetarie. Kuptove, Kristian? Kështu që atyre të rinjve që merren me partinë time, ti ju merr të keq. Mirë. Me taksat më shtrenjtë se bëhe, me ushqimet më shtrenjtë se bëhe, të pa kontrolluara më keq, me spitalet të privatizuara po nuk pate lek të pret kush me dorë, si do futesh në BE? Me gjithë të dhumeta. BE-ja ka ligje, që ju duhet dorëzoni pasuritë që ja keni vjen. Unë ti Rushdi Murgu, s'pari njerë, unë nuk kam asnjë lidhje, ke gantruar komplet adresën, po unë nuk të vë faj se je i Knetës ti komplet, derisa flet komplet si Kneta, je totalisht i marrë peng nga Kneta, nuk kam lidhje unë fare me këto vjedhjet që flet ti, po kjo është një temë tjetër që po e mbyll me një herë duke thënë e ti duhet ta provosh. Si jam mundur të të provoj ty gjë, hiç, as ty dhe as kujt tjetër. Për sa i përket këtyre që si do futemi në BE, po shko pra pyet BE-n. Pse thonë ata që ne jemi pranë futjes në BE, në 2027 ne mund të në BE, pse thonë ata që ne kemi bërë shumë përparim, se çfarë na kanë kushuri? Ju kemi dalë kushuri nga Dibra ose nga Vlora. Pse thonë ata? Pse thonë? Dhe sa për taksat më shtrenjtë se në BE, ti nuk e paske fare idenë se çfarë taksash ka BE-ja. Ndërkohë që në Shqipëri 93% e të punësuarve paguajnë më pak se 10% taks. Kurse nga paga e tyre, kurse në BE mund shkosh dhe në 50%. Pra ti merr pagën dhe 50% ta merr shteti. Biznesi i vogël në Shqipëri s'ka taks fare, diti. Nuk ka taks. Hiç, zero. S'ka as TVSH. Hiç, zero. S'ka në rajon, se në BE nuk bëhet fjalë. Biznes vogël pa taksa. Kuptove? Kështu që ushqimet më shtrenjtë se në BE, po mirë, pse të gjithë ata që vinë nga BE-ja këtu thonë që këtu është më lirë? Se kanë dëgjuar që ca që thonë, po jo, është më lirë se ata, por kur thua më shtrenjtë, do të thonë më shtrenjtë. Apo jo? Jo, s'është e vërtet. Nuk është fare e vërtet. Edo, duhet ndërtu një fabrikë dronëve të vegjël, nuk besoj se do kushtoj shumë dhe na jap mundësi të prodhojmë dronë vetvrasës për ushtrinë tonë. Jo vetvrasës për ushtrinë tonë. Vetvrasës që hidhen në erë edhe godasin tjerë, dronët kamikaze ke fjalën. Ne po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme. Dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për dronë, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri.
Po këtej nga Vlora, thot Gjergj Arjanit Komneni, për emër, tamam, si Vlonjate ka zgjedhur. I ke vaj me atë listë deputetësh që zgjodhur. Unë jam me breza, po si mund të votoj unë për atë listë që ke bërë në Vlorë, po ti e di që ke edhe në Vlorë një buf kënete kryetar partie. Më vjen shumë keq që përdor një kategori që i përket kënetës për dikë që është në krye të Partisë Socialiste të Vlorës, që është një djalë shumë i mirë, për cilin kam shumë respekt. E para, e dyta, si mund të votosh ti për atë listë, po pse mos votosh ti për atë listë? Ajo është një listë gjithë përfshirëse. Ajo është një listë e cila është pasqyra e ambicjes sonë për të shkuar në Bashkimin Evropian të gjithë së bashku. Për te të majtës dhe të djatës. Aty ti, si i majtë në breza, i ke të majtët nëse si nje, atëre pyet brezat, cilët janë të majtët në breza që ke në listë. Ke dhe ata që vinë nga djathta, pa tjetër, se dhe ata janë vlonjate, edhe ju takon pa tjetër një hapësirë në shpinë tonë, kur ata trokasin dhe duan të bashkohen me ne. Kjo është Partia Socialiste, nuk është qëllim në vetë vete, nuk është muzeum Partia Socialiste, nuk është as skuadrë futbolli. Edhe në skuadrë futbollit ka përforcime që vinë nga skuadrat e tjera. Por nuk është një botë e ndarë. Partia Socialiste është një mjet në dispozicion të çdo shqiptari dhe shqiptare që do ta përdori për të dhënë një kontribut për Shqipërinë, për të dhënë një kontribut për qytetin, për të dhënë një kontribut për kategorinë e vet shoqërore, për të dhënë një kontribut për gjininë e vet në rastin e grave dhe kështu me radhë. Kështu që Gjergj Arjanit Komneni, ti do të votosh Partinë Socialiste edhe për një arsye tjetër, për te listës. Për te listës, fare. Ti shkruan Partia Socialiste e dira, vërë kryqin aty, tak. Si minimumin patriotik që duhet bësh në 11 maj për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ujësjellësi në qytetin e Vlorës është në punë sipër bashkë me kanalizimet dhe për këtë arsye është edhe ajo situatë në rrugë se më shkruani vazhdimisht, jo pluri, jo asfalti, po tani si do bëhet gjitha investim madhor atje. Si do bëhet pa hapur rrugët fare, si mendoni ju? Apo është puna e durimit që s'ka durim në Vlorë? Mendoj se prekomentuesve janë në borderon e PS-s dhe kërkoj që të komentojnë që të mbajnë vendin e punës. Vetëm diaspora që nuk di pse u largua nga vendi mund të votojë për kënetat dhe pellgjet në ujë, kanë të ndënjur që keni krijuar ju të gjithë partitë. Mbajnë mirë ata që janë aty, se me 15% të votave bashkëkomunistëve në Shqipëri. Jo, Morxhan, jo. Pas ke aritmetikën e Lulit, po dhe Luli hiku nga këneta. E përzon Luli, në fakt, po çon si ka. Mos rrin kënet. Dakord? E para njëherë, PS-ja nuk ka bordero, që ta dish, nuk ka bordero PS-ja përveç se për një grup shumë të vogël njerëzish që punojnë tek Selia. E dyta, diasporën do ta shikojmë në 11 maj. Dakord? Do ta shohësh diasporën në 11 maj. Është regjistruar një pjesë jo e vogël, do t'i shohësh. Do t'i numëroj dhe votat e tyre, pa asnjë merak. E treta, në Shqipëri nuk bëhesh me 15% votave kryeministër ti e ndrit. Në Shqipëri ka 2.4 milion banor, rezident këtu, që janë 2.4. Pavarësisht se çat ka thënë kënet aty që kanë hikur 1 milion, kanë hikur 2 milion, këtu janë 2.4. Okay? Dhe këtu, nga ata që janë rezident dhe që atë ditë mund të votojnë këtu në Shqipëri, votojnë më shumë se 80%. Sepse kur thuhet 53, 50, 52, 54, morën pjesë në votim, është lista e përgjithshme. Dhe në listën e përgjithshme janë dhe ata që janë jashtë. Po ata që janë jashtë s'mund të votojnë këtu.
Dakor? Kështu që pa merak fare, se që nuk mund të thush ti që bëhesh kryeminist me 800.000 vota dhe 800.000 vota na që nga 15% e të gjithë, se nuk është 15% e popullit shqiptar 800.000 që ja bën. Aritmetika. Fokusohu në programin tënd, mos bullizo kundërshtarin. Çfarë do të thotë mos bullizo kundërshtarin? Se dhe kjo më është interesant. Ka ca që më shkruajnë që po çaj e kryeministi e tje, po si merresh ti duke nxjerr ata bufat, po si flet ti për kështu, po çat them, unë nuk i them kundërshtarit as kriminal. Nuk i them as hajdut. Nuk i them as vrasës. Nuk i them as bandit. Nuk i them as kapoband. Nuk i them as narkoman. Nuk i them fare unë as këto. Këto janë përtej bullizimit. Këto janë skandale etike. Këto janë turpe me kanun, me ligj e me zakon. Këto. Unë nuk i përdor këto. Unë nuk hyj tek familja e kundërshtarit. Ke dëgjuar të shaj ndonjëherë familjarët e kundërshtarëve? Kur asnjëherë. Ama ato që shoh, unë ndaj me ju. Kur shoh një buf kënete, unë them është buf kënete. Kur shoh kënet, ju them është kënet. Dhe kjo është mënyrë e sintetizuar për të përmbledhur esencën në raport me çka duhet shohim. Jo po se ti kur fillon fushata, jo timon, jo tepsi, është fjala kyçe esenciale. Pastaj program, po si kemi ne program e çfarë programi, sepse jemi të angazhuar në negociatat me Bashkimin Evropian, kemi objektivat, e kemi të gjitha dhe do t'i ndajmë dhe me ju për arsye të fushatës punë, po si patjetër se prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë, pra prodhimi i brendshëm bruto, pra gjithçka që prodhon Shqipëria, nuk u rrit 2 herë gjysmë me muhabete dhe me këngë, u rrit me punë. Ishte më pak se 10 miliard euro totali i prodhimit Shqipërisë, totali i gjithë çka prodhon Shqipëria në vit, dhe është sot thuajse 25 miliard euro. Dakor, të ardhurat për frym nuk u rritën 3 herë, ishin më pak se 4.000, janë sot 10.000 e kusur euro. Nuk u rritën me dajre e me tepsi e me timon. U rritën me punë, u rritën me qeverisje. Po, tani, bufit buf do i themi. Qa bullizimi? Si bullizim? Bufe çfarë bufi, kënete çfarë kënete. Insekte çfarë insektesh. Helme qa helmi, lume qa lumi. Pse i përgjigjesh veç PD-s, thot ky, kur fillon shpërndarja flet, pse i përgjigjem veç PD-s? Unë si përgjigjem PD-s fare, unë s'di ku është PD-ja, unë i përgjigjem, unë flas, apo i las përgjigjem, flas për kënetën, këneta. Aleanca për kënetën madhështore. Dhe jam shumë i prekur që kujtim Gjuzi, që posedon të vetmen gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë mënjan. Dhe patjetër, jam ndjer keq kur kam parë Selami Jenisherin, i cili e ka denoncuar koalicionin me fjalët më të rënda dhe është shkëputur prej tij. Patjetër. Si mos i përmendim këta? Se ne me këta po garojmë. Këta janë qepur Shqipërisë këmba këmbës kaq viti 1912. Ndryshojnë vetëm fytyrën, ndryshojnë emrin, ndryshojnë temat, po është e njëjta kënet. Është e njëjta kënet, është e njëjta specie që e përndjek Shqipërinë dhe me cilën do mbyllet filmi në momentin që do hyjmë në Bashkimin Evropian. Okej. Unë besoj që po në Lezhë a ke një mendim apo shëngjin, në Lezhë ka mendimin që jemi në rrugën më të mbarë mundshme, kemi përfunduar edhe procesin për Milot Baldrenin, firmos edhe kontrata së shpejti, fillon edhe Milot Baldreni,
ndërkohë që projektet që po bëhen nën hyqmin e të madhit Pierindreu atje, kryetarit Bashkisë Lezhës, për zhvillimin e turizmit janë spektakolare dhe bregdeti i Lezhës, siç e ka thënë Pierindreu, se duhet me e citu korrekt Pieririn, do të jetë si bregdeti i Spanjës. Këtë ditë temë për Lezhën, çfarë tem tjetër. Një përshëndetje përgjigju. Ke fol shumë për pritëm hike, ke fol shumë për shumë qytete tematika, vërtet qëndrojnë, por ujësjellësin e Sarandës, aty po investohemi. Po investohemi, është shtuar shumë numri i përdoruesve dhe po investohemi. Jemi, çfarë thot, më shumë. Me fshatin zoti Rama, e mbajmë vetëm plej. Dëgjoj, e para njëherë filloi njëherë nga Europa, shko njëherë në çdo vend të Europës, ku do ti, do në Greqi, do në Itali, do në Spanjë, do në Francë, do në Gjermani, ku do. Shko shqip njëherë atje në fshat dhe numëro pleq dhe të rinj. E para. Se u bëb tani sikur fenomene që janë të kudondodhura i kemi vetëm ne. Por, nga ana tjetër, nuk është e vërtet që ka vetëm pleq. Hajde me mua në Divjak, të çoj unë aty ku gëlon prodhimi. Hajde me mua në Fier. Hajde me mua të shkojmë në Roskovec. Hajde me mua të shkojmë poshtë në Mursi, në Zar, në Sarand. Hajde me mua shkojmë në fushat e Korçës. Hajde shkojmë në zonat ku ka prodhim, edhe qofështi janë plejtë që punojnë atje në ato, apo ka dhe plot të rinj. Hajde shkojmë Malësit Madhe të tregoj. Hajde shkojmë në Tropoj të tregoj të rinj që me mbledhjen dhe me paketimin dhe me tregtimin e gështenjave. Kështu që mos kalojmë nga ekstremin ekstrem. Për Fierin çdo bëhet, për Fierin do bëhet më e mira, edhe për një arsye tjetër, sepse kemi krijuar infrastrukturën për të dalë në det dhe ta bëjmë Fierin që më në fund gjitha marrin vesh, se din vetëm fierakët, që dhe Fieri ka plazh dhe ka një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë. Okej? Ju falenderoj të gjithëve, ngrej rrogat të jetoj njerëzimi oram. Paga, për informacion, paga mesatare në Shqipëri e nxjerrja e një stati së fundi është 830 euro i dashur. Paga mesatare e përgjithshme, kombinimi i sektorit publik me sektorin privat, 830 euro. Paga mesatare në sektorin publik është 1030 euro. Sot që flasim. Dakor, dhe do ngrihen edhe më shumë. Atëherë, po ju lë, se punë të tjera ju presin, punë të tjera më presin, edhe shifemi gjatë ditës. Po e pat Lulin Gjukundi me makinë, ju lutem shumë, bëjni një autostop, edhe të futet në njëra në makinë, mos e lini vetëm, se është shumë më i mirë se që duket, më besoni.